الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë ende të qëndrojmë në shpjegimin e rëndësisë së rritjes së rinisë në adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu, e veçanërisht në sezonën e mirësisë, në muajin e bekuar të Ramazanit, ku me të vërtet nevoja e madhe shtohet për një rini të shëndosh, që të kemi një rini e cila bardh barrën e këtij dini dhe kësaj feje dhe do të ecë rrugës së karavanit të atyre burrave të mëdhej të cilët ecën dhe u bën të shquar në këtë din dhe në këtë fej. Nëse o vëllezër të dashur musliman, nderi dhe bujaria e madhe Allahu xhelle xhelaluhu është që ta nderon ndonjë të ri dhe të na nderon që në fillim të jetës të udhëzon Allahu xhelle xhelaluhu dhe të dhuron mirësi që të jesh nga praktikuesit e dinit Allahu xhelle xhelaluhu dhe adhurimit të Allahu xhelle xhelaluhu. Ja Ramazani, muaji I bekuar, është një shans e madhe dhe është një mundësi e madhe që të ta mundëson konsidererimin e kësaj çështje të etikës së bukur me të cilën Ramazani ta mbjell ato në shpirtin e çdo të riu. Edhe në to e arrin edukimi I shpirtit për adhurim të Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe se pa dyshim se në muajin e bekuar të këtij muaji të madh të Allahu xhelle xhelaluhu, shpirtat edukohen për adhurim. Edhe zemrat pastorohen për në adhurimin dhe bindje dhe në përkujtimin e krijuesit të tyre. Edhe se kushdo I cili në këtë muaj nuk e shfrytëzon që I ka dyert e hapura të bindjes në Allahun xhelle xhelaluhu, cili do I ri I cili e shfrytëzon këtë muaj për ta drejtuar shpirtin e tij, për ta drejtuar zemrën e tij, edhe për të u kthyer te Allahu xhelle xhelaluhu te krijuesi I tij me një sinqeritet të vërtet dhe të plot te Allahu xhelle xhelaluhu, ai me të vërtet do të jetë nga fitimtarët e mëdhenj të cilët Allahu xhelle xhelaluhu do të I zgjedh që të I strehon në hijen e arshit të tij në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij. Ashtu sikur që na lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhari dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tha se shabun nasha'a fi ibadatillah, I riu I cili u rrit në adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu, lum për atë të ri I cili e bën muajin e Ramazanit si piknisja e udhëzimit të tij. Urime
Dhe lumë për atë të ri, i cili piknisja e tij që në këtë muaj të Ramazanit është për të u drejtuar dhe për të formuar qëndrueshmërinë e udhëzimit të tij në këtë din dhe në këtë fe. Mjerë për atë të ri, i cili e han këtë muaj dhe e han Ramazanin e tij në ditët e tij, duke mos shpreh respekt ndaj krijuesit të tij, dhe duke menduar se mos me pas as turpësi që ta han në Ramazanin e tij në këto dita të obligueshme të Allahut xhelle xhelaluhu. Mjerë për atë i cili mendon se arsyetohet te Allahu xhelle xhelaluhu se unë kam punë dhe unë duhet me ngron, e kur vjen momenti i drekës së tij, edhe punën të cilën e bën, shtron ploçkat e tij dhe i shtron ato pllakat të cilët i vendos në rrugën e tij dhe del i riu që Allahu e ka nderuar, me shëndet plot, me të mira, i fuqishëm, ndreki ka ardhur koha që ai ta hanë agjërimin e tij. A nuk është turp po vëllezër dhe nënçmim, por një të ri që ai ta han agjërimin e tij, ndrekën e tij, dhe ai me gjithat fuqi që Allahu xhelle xhelalu ja ka dhuruar atij. Lumë për atë i cili në këtë agjerim ai e ka startuar piknisje të tij për të adhuruar krijuesin e tij. Mjerë për atë i cili i ri me gjithat mirat, por nuk i bindet krijuesit të tij. Edhe s'ka turp nga krijuesi, po tërprohet nga njerëzit mos ta shohin se ai e han agjërimin. A nuk është kjo në çmim, por çmim i krijuesit tan që ai ta ka obliguar, e ti pastaj shkysh dhe ta hash agjërimin tan dhe mos ta plotësojsh. O vëllezër, me të vërtet është turp, e pastaj ku e gjen sigurinë që mos Allahu xhelle xhelalu të sprovon në rinin tonë që e kije, ti nuk i zbaton urdhnin e Allahut që Allahu ta ka obliguar, e të sprovon shëndetin tan, e të sprovon dhe në fytin tan që e hanët Ramazan. Ku e më gjen sigurinë? Dhe na me të vërtet kemi shpjeguar dhe kemi treguar shumë se me të vërtet pejgamberi Allahut ja dha vlerën atij të riut i cili do të qëndron në bindje në adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu, duke zbatuar urdhnat e Allahut xhelle xhelaluhu. A kurse nuk marrim shembull hiç te ato pleqtë tonë dhe të parët tonë, të cilët ato edhe në momentet më të vështira, në vapën më të madhe, kur ato i kornin drithat e tyre, po shtyshin gjak dhe nuk e prishnin agjërimin që e kanë farz. A na për pak me njëherë, apo unë kam arsye? Ku e ke atë arsye? Cila ke arsyeja jote e madhe? Që ti ta hash agjërimin tan ditë Ramazan. A nuk turprohesh për krijuesin që ti ka dhënë gjithë ata mërsi? Me të vërtetë se o vëllezër duhet marrmi shembull nga burrat të cilët ken ata shembulltyra e këtij ummeti. Dhe folëm dhe treguam shumë për ato burrat e qëndrueshmërisë, të cilët e përqafuan këtë din dhe këtë islam, e Allahu xhelle xhelaluhu i ngriti ato. Dhe se padyshim se shembulltyra e gjithë njerëzimit në këtë muaj ishte dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vet, që Imam Buhari dhe Muslimi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu që e transmeton dhe tha se ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu më bujor, më shumë ti që jepte mundin, por në Ramazan më bujori ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muaj i fitimit, i përmirësimit tan, që të kthehesh rrugës Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe të gjithë shokët e tij ishin ata të cilët e ndjekën këtë karavan të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush prej neve mund të i ketë ato cilësi sikur që një burr prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kishte? Transmeton Imam Muslimi nga Abu Bekr radhiyallahu anhu që një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, duke qenë me shokët e tij, në mëngjes pyetini pyetje dhe tha kështu: Men asbaha minkum al-yawma sa'ima, kush prej jush është gdhi sot i agjerueshëm? Një njeri në prezencë tha: unë i dërguari i Allahut. E ky ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shembulltyr në agjerim për çdo të ri dhe për gjithë nan në përgjithësi. E pastaj e pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: Faman tabi'a minkum al-yawma janazatan, kush prej jush e ka përcjell sot një xhenazë? Abu Bekri radhiyallahu anhu tha: unë i dërguari i Allahut. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam priti dikant tjetër, përgjigjet tha: Faman at'ama minkum al-yawma miskina, kush prej jush e ka ushqyer një të varfër sot? Abu Bekri radhiyallahu anhu përgjigj tha: unë i dërguari i Allahut. Edhe pastaj pas 4 herë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Faman 'ada minkum al-yawma maridan,
kush prej jush sot e ka vizituar një të smut? Tha Ebu Bekri, unë o i dërguri Allah. Këto 4 cilësi përgjigje vetëm Ebu Bekri radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha o vëllezër, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-janna. Nuk plotësohen dhe nuk bashkohen këto 4 cilësi të një njeri për vetëm se do të hinë xhenetin e Allahut xhela xhelalu. A nuk është kjo shembulltyr e ndriçuar për rinin ton? Kush prej nesh garon që ti ketë këto cilësi? Mundësia më e madhe, shanca më e madhe në këtë muaj o vëllezër është që na titubojmë këto cilësi. Me agjerim, ta vizitosh një të smut, të japësh një miskinit të hanë, e kështu me radhë ta vizitosh, ta përcjellësh një xhenoze nëse të mundsohet. Pra këto cilësi kush i bashkon brenda një ditës, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, futen në xhenetin e Allahut xhela xhelaluhu. Edhe të gjithë burrat, të cilët i njofti Islami, ishin shembulltyr por ne dhe ndriçim. Omeri radiallahu anhu, ndriçim edhe shembulltyr në agjerimin e tij. Derisa o vëllezër, për Omeri radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, siç transmeton Imam Buhariu nga Ibn Omeri radiallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha lam ara abqariyan yafri fariy. Nuk kam pa njerëz të zgjuar që i bën veprat e tij me zgjuarsi dhe me shkahtësi të saksi Omeri radiallahu anhu. Derisa ky burr, kemi folur na për to, por ajo që na intereson shembull për rinin ton veçanti, edhe për na në përgjithësi, që Ibn Omeri radiallahu anhu tha, nuk vdiq Omeri radiallahu anhu përderisa e bëri agjerimin e jetës së tij të pandërprer. Ma mata Omer radiallahu anhu hatta sarida as-sawm. Derisa nga fundi i jetës së tij ai vazhdimisht vazhdoi që të nxit modhe agjerimin e tij. E bëri jetën e tij agjerim. Ajo sikur na në fillim e fillojmë, parën ditë, dytën edhe tretën zbehemi me njerë. Ballmu, s'kemi nevojë për Allah. Në muajin e bekuar, kush në to shpërblehemi shumë, s'kemi nevojë, ik prej atje se ta zgjat, ik ai tjetër se shumë gjatë, haj se ky tjetër ta vështirësi. E kjo është vëllezër që neve na mungon edukata e adhurimit. Edhe na jemi më të nevojshëm për në këtë muaj që të i kthehemi Allahu xhela xhelalu. Çfarë nevoje pat Omeri radiallahu anhu që i kishte gjunohat me të cilën pejgamberi Allahut e lajmëroi se do të jetë nga banorët e xhenetit. Pse ky ta xheron vazhdueshëm? Pse ai tjetër ta xheron vazhdueshëm? Pse të mundohen të i bashkojnë gjithë ata cilësi? A na s'kemi nevojë se na xhenetin e Allahut e kemi të garantuar? Allahun e lusmi që Allahu xhela xhelalu të na drejton në rrugën e tij ashtu si ai don për ne. Edhe se shembulltyra më e ndritur një ashtu ishte dhe Dhunnurain, njeriu i dy dritave. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li. Alhamdulillahi al-ali al-a'la was-salatu was-salamu ala an-nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Të nderuar vëllezër, agjerimi i pronarit të dy dritave, shembulltyr për rinin ton edhe për gjithë ne në përgjithësi. Me të vërtetë se ky burr ishte Uthman ibn Affan radiallahu anhu, njeriu i cili e llogariti veten e tij një i katërti nga e katra Islamit që e pat pranuar Islamin. E pranon Uthmani radiallahu anhu Islamin o vëllezër para se të fillon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon te shtëpia e Arqam ibn Abi Arqam. Dhe se e pranon në dorën e këtij burrit të cilën e cekëm Ebu Bekrit radiallahu anhu. Shkak Ebu Bekri radiallahu anhu për Islamin e Uthmanit radiallahu anhu, që ta pranon Islamin, e pranon Islamin Uthmani radiallahu anhu në moshën e 30-ave të tij. Në rinin e tij nuk shkojmë pas epsheve të tij dhe dëshirave të tij. Nuk u mashtrua se unë kam angazhime dhe kam punë dhe kam dunjan, nuk na intereson ahireti. Po në kohën më të mirë të tij dhe në momentin e vështirë, ai shkon dhe e pranon Islamin. Çështja e pranimit të Islamit të Uthmanit radhiyallahu anhu vëllezër ishte se një herë duke qëndruar në Qabe ulur dhe ndëgjoi lajmin se vajza e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ruqia ishte martuar me djalin e Abu Lehebit. Edhe u mërzit shumë se me atë njeri të martohet
ende nuk e dinte Uthmani radiallahu anhu se ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thirrjen, me mesazhin për të thirrur në thirrjen e Islamit. Edhe kur ndëgjon kështu, u mërzit shumë, tha sikur të kish në shkuar unë dhe t'ja kërkosh në dorën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vajzës ti përpara, ndoshta do ma jepte mu se t'ja jep atij njeriu. Dhe kështu i mërzitur kur shkon të shtëpia e tij, tezja e tij o vëllezër Sade e lajmëron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë me një thirrje që thirr por një thirrje të re. Jo duke thirrje e re. Ne ka dalë njeriu atje është problem. U step Osmani radiallahu anhu. Edhe pastaj i ran dyshim. E shkoi me një mexhlis ku ishte Abu Bekri radiallahu anhu, edhe pa që është i pikëlluar Osmanin radiallahu anhu Abu Bekri, edhe ju afrua dhe i tha ç'është çështja yte, tha kështu dhe kam dëgjuar se kështu po thirr. Si është kjo çështje? Me të vërtetë o vëllezër, Osmani radiallahu anhu njeri me të cilën turprohen dhe me laçet. Njerë me turpsi të madhe. Ishte njerë me edukat shumë, derisa Abu Bekri radiallahu anhu nga shkahtësia e tij për në thirrje në Islam, e thirr Osmani radiallahu anhu duke i thonë: "Ti je njeri mençur shumë, a nuk i shef këtë femë të cilën këta e bojnë, edhe i adhurojnë këto putë që as dobi, as dëm, as një sen, a thuaj kjo është më e vërtetë apo kjo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thirr?" Edhe bindet Osmani radiallahu anhu. Edhe pa prit më skalon në atë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aliun radiallahu anhu. E kush ishte Aliu radiallahu anhu? Njeriu i cili që në moshën 10 vjet apo 13 të tij e pa pranuar Islamin. Djalosh që i intereson të Islami, ajo djalosh që nuk i intereson Islami. Të rritesh me Islam, në familje islame, në familje të udhëzuar, e ti ta përbuzish me të vërtetësh marri dhe përshmim. E Uthmani radiallahu anhu kur bisedon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembulltyra e njerëzimit e thirr ndinin Allahu xhalla xhelaluhu me metodën më të bukur dhe më të shkallë dhe më të mirë dhe e pranon Islamin Uthmani radiallahu anhu. Derisa pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas një kohë ja jep bien e tij Ruqiyen Uthmanit radiallahu anhu dhe bëhet dhëndri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur vdes, pastaj martohet me Ummi Kulthumin dhe bëhet 2 herë dhëndri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është quajtur Uthmani radiallahu anhu Dhun Nurain, pronari i 2 dritave. Mirë po ishte ky njeriu o vëllezër që të gjithë e cilësonin veprën e Uthmanit radiallahu anhu se ishte njerë që agjeronte shumë dhe falte namaznate shumë. Derisa Zubair ibn Abdillah tha kam dëgjuar gjyshen time duke thonë se vallahi burr si Uthmani nuk kemi pa njerë që tan kohën e tij agjerim e bonte edhe natën namaz bonte. Kush? Uthmani radiallahu anhu, të cilin e përgëzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhennet. Dhe derisa është ky njeri i cili në momentin e fundit të tij, kur e mbytin grupa e tepruar, të cilët ishin nga të këqinjët, kur rrethohet dhe vjen momenti që të mbytet Uthmani radiallahu anhu vëllezër, ky atë ditë ishte i agjerueshëm. Dhe na transmeton si transmeton Ibn Kathirin Bidaya wa Nihaya librin e tij, edhe të tjerët të cilën thanë se Uthmani radiallahu anhu e kishte pa një ëndër atë ditë. Dhe kur del në mëngjes ju thot shokëve të tij, tha e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbron, duke më thonë: "Agjeron nesër Uthman, e të vish te na të bësh iftar. Tha aftir indena ja Uthman, eja nesër e të bëjmë iftar së bashku." Me disa transmetime tjera, tha Uthmani radiallahu anhu e pash Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe Umerin radiallahu anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke mëftuar që të shkoj të bëj iftar te ta. Uthmani radiallahu anhu vëllezër tha dhe unë sot jam gdhi i agjerueshëm, duke pas bindjen në këtë ëndër të tij të cilën e pa. Dhe tha ma sjellni Kur'anin, e merr Kur'anin Uthmani radiallahu anhu dhe kur futen pastaj gjatë ditës kjo grupa e të këqinjëve të fitnes dhe e godosin Uthmanin radiallahu anhu derisa pikojnë gjaku i Uthmanit radiallahu anhu në Kur'an dhe ky agjerueshëm të shkon të vën iftar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo vëllezër derisa Ibn Kathiri rahimahullah tha për këtë burr, tha gjaku i tij kishte pikur te ajeti Allahu xhelle xhelaluhu në surën Bekara, që Allahu xhelle xhelaluhu kishte thonë kur e gjetë Musafin, tha te ajeti ku Allahu xhelle xhelaluhu thotë fesayekfikehumullah wa huwa as-samiul alim.
do të mjafton kundër tyre Allahu xhel xelaluhu, dhe ai është i gjithdijshmi, dëgjuesi i gjithditur i Allahu xhel xelaluhu. Tha Ibn Gjeriri o vëllezër, tha nuk ka njeri që ka marrë pjesë në mbytjen e Uthmanit përveç se është mbytur dhe ai e ka përfunduar jetën e tij i mbytur. Dhe se kjo është mirësia me të cilën Allahu xhel xelaluhu la këta burra që të jenë shembull për ne, e na mos të neglizhojmë o vëllezër, po të edukohemi na me gjithë rinin ton në adhurimin dhe në bindjen e Allahu xhel xelaluhu, e veçanërisht në këtë muaj ku shanca është e madhe. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salam.